Një marrëveshje energjetike trilaterale mes Shqipërisë, Greqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës e prezantuar në Tiranë nga ambasadorja amerikane në Greqi, Kimberly Guilfoyle, ka hapur debat politik mbi rolin dhe përfaqësimin diplomatik në marrëdhëniet Shqipëri-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ceremonisë ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, Guilfoyle deklaroi se dy marrëveshje të rëndësishme në sektorin e energjisë, përfshirë një projekt afatgjat për furnizimin me gaz të lëngshëm, synojnë të forcojnë sigurinë energjetike dhe bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Sipas saj, Shqipëria po konsolidohet si një nyj strategjike për energji në rajon, ndërsa bashkëpunimi mes tri vendeve përkthehet në stabilitet ekonomik dhe siguri kombëtare më të lartë. Megjithatë, prania dhe deklaratat e ambasadores amerikane në Greqi nga zyra e kryeministrisë shqiptare kanë nxitur reagime kritike në opinionin publik dhe politik. Pyetjet që shtrohen lidhen me kufit e rolit diplomatik dhe perceptimin e një ndërhyrjeje në marrëdhënie dypalshe Shqipëri-Shtetet e Bashkuara. Debati është përqendruar nëse ky konfigurim përfaqëson një koordinim normal strategjik në kuadër të aleancës tripalshe apo një model komunikimi që ngre pikpyetje mbi balancat diplomatike dhe sovranitetin institucional. Marrëveshja, e cila parashikon investime miliardëshe dhe një bashkëpunim afatgjat në energji, konsiderohet nga qeveria shqiptare si një hap kyç drejt rritjes së pavarësisë energjetike dhe rolit të vendit në hartën energjetike të Evropës Jugore.